Shpella e eremitëve shqiptar. Kush nga ju ka dëgjuar për shpellën e eremitëve shqiptar, ose kush nga ju ka dëgjuar për eremitët? Ndiqeni këtë histori të bukur, sepse është vërtet shumë kurioze. Kush është rastësisht do t'i lutesha, dhe nëse nuk e ka bërë t'i bëj like faqes, nuk ju kushton asgjë, dhe ju falemnderit që jemi për herë bashk. Falemnderit, sinqerisht. Ishte viti 2010, sapo kisha takuar Agim Poçarin, drejtori i programacionit Digitalbit, dhe vendosëm që të bënim emisionin Enigma. Në vitin 2011, unë fillova që të bëja kërkime, pra fillim të vitit 2011, dhe kisha takuar disa njerëz që të gjeja mistere dhe enigma në trojet shqiptare. Një profesor, një ditë, teksa po pinim kafe, isha në Vlorë në atë kohë, një profesor më thot, shiko, thot, unë thot, jam me një mikun tim këtu, dhe më thot që ka një shpellë thot shumë të çuditshme në rrethinat e Elbasanit. I them, më thuaj, dhe më tregon për shpellën e eremitëve shqiptar. Në atë kohë nuk e kisha ende kapur mirë që ishte një shpellë eremitësh, sepse kujtova ishte vetëm një, thashe them, si thuhet për eremitët, sepse nuk mendoja që në Shqipëri ka patur eremit. Mirë po, teksa flisja dhe kërkoja, hasa në një cop të një shkrimi që dikush shkruante që edhe Ismail Kadare ka folur për eremitët. Dhe e kam kërkuar atë pjesën ku ai ka folur për eremitët, nuk e kam gjetur. Megjithatë, është kjo thënie që Ismail Kadare kishte shkruar disa herë për eremitët shqiptar, unë nuk e hasa në disa vende, në disa shkrime. Megjithatë, kuptova, sepse reshta pastaj që të kërkoja për këtë shkrimin e Ismail Kadares, por reshta sepse më vonë u informova dhe vura re që në të gjitha zonat e Shqipërisë ka patur eremit. Po, mire, unë do t'ju them tani, por në fund do t'ju tregoj dhe historinë se si arrita që të njihja vërtet një eremit. Sepse duhet të dini që ka disa lloje eremitësh. Dhe çfarë janë eremitët? Tani, për ata që nuk janë të informuar, eremitët janë disa njerëz që disa thonë që janë priftërinj. S'ka lidhje fare. Mund të mos jetë edhe prift, mund të mos jetë edhe është njeri i thjeshtë. Dhe një eremit çfarë bën? Ai shkon në një vend ku është vend i izoluar dhe mediton. Por mediton pothuajse një pjesë të madhe të ditës. Dhe pjesën tjetër të ditës ai e përdor për të përgatitur gjëra për të ngrënë. Sepse këta izolohen diku në një vend, zakonisht jashtë një zone të banuar, pra jashtë një fshati, jashtë një qyteti, diku. Dhe ata me kalimin e kohës jetojnë aty duke u lutur, duke medituar dhe i përkushtohen Perëndis, Zotit. Ka një tjetër kategori të eremitëve që këta këtu janë më të përkushtuar, pra bëjnë vetëm meditime dhe i falen Zotit çdo ditë dhe këta nuk marrin asgjë nga askush, pra nuk pranojnë që ti t'u japësh ushqim ose ku ta di unë, që tu është oj shkreti. Nuk duan fare. I bëjnë vetë, i prodhojnë vetë dhe rrinë të izoluar në një mal, ose në një vend që është i vetëm, ose ndonjë shtëpi në pyll. Por ka dhe një tjetër kategori, që janë këta kategoria më mistike, më e fundit, që këta të tjerët shkojnë në një mal, mund në majtë sa më lartë të jetë, aq më mirë është, dhe ose në një shpellë, dhe meditojnë ditë dhe natë, nuk hanë, nuk pinë, nuk bëjnë asgjë. Me një fjalë, në qoftë se kanë marrë diçka për të ngrënë ose diçka për të pirë, e mbajnë aty si puna e Budës, qoftë e mani mend me kokra orizi që kemi thënë. Pra një kokër orizi çdo ditë. E njëjta gjë dhe këta, ose hanë barishte, copa bari, gjëra të vogla kështu, me një fjalë për ta mbajtur sa më gjatë trupin, jo sepse dikush mendon që këta i hanë fruta apo barna që sepse kanë uri. Jo. Është një pjesë tjetër ajo. Me një fjalë, kanë uri, por e luftojnë urin, por ata duan që t'i përkushtojnë Zotit. Pse e bëjnë këtë? Sepse duan që për ditët e fundit jetës tyre ta çojnë deri në fund, pra t'i përkushtojnë Zotit me një shpirt të pastër, pra të shkojnë me një shpirt të pastër. Do t'ju them,
para disa kohësh një grua që tregonte që ishte sensitive, pra kuptonte gjëra dhe e flisnin gjithmonë fshati, shqiptare kjo, nuk jeton më, dhe ajo grua, përpara se të vdiste, e dinte mirë se kur do vdiste, dhe përpara se të vdiste, ajo për 3 muaj nuk hëngri fare. Ishte në shtratë, dhe ishte e çuditshme që 90 vjeçë ajo si ndëjti 3 muaj në shtratë pa ngrënë. Sante asgjë, vetëm pinte ujë, por shumë pak edhe ujë, shumë pak. Se ajo thoshte që kur ishte e vogël, thoshte që unë do t'i shkoj Zotit me shpirt të pastër. Dhe kështu bëri, kështu ndodhi. Është e vërtet kjo, këtë e kam njohur personalisht. Tani, kur shkova në këtë fshat, pra në Saraqinisht, sepse siç më kishin thënë këta profesorët që gjendej në periferitë e Elbasanit kjo shpella, në Saraqinisht rreth 1000 metra nga niveli i detit, pra sipër në maj, sepse gjendet një kish pranë kësaj shpellës së eremitëve, por sipër shpellës së eremitëve, sipër kishës, më falni, gjendet kjo shpella e eremitëve. Dhe eremitët, me fjalë shpella, gjendet në një lartësi maksimumi, pra i Kodrës po flas, pastaj ajo është në mes të Kodrës, është në shkëmbë të Kodrës. Gjendet rreth 700 metra nga niveli i detit. Por e gjitha Kodra deri sipër është rreth 1000 metra. Të paktën kështu thuhet nga mbi nivelin e detit, nga shkrimet që kemi parë. Dhe kur kam shkuar aty për herë të parë, sinqerisht kam mbetur sepse ishte plot me kocka. Pra, gjithë ato që kisha studiuar për sa i përket eremitëve, i hasa aty, i pash aty dhe preka kockat e tyre. Dhe ata ishin pikërisht kanë qenë këta eremit, sepse ndaj gjendeshin ato kocka aty, që flijonin jetën e tyre për t'i dhënë shpirtin e pastër Perëndis. Pra, duke ndejtur, duke medituar gjithkohon brenda shpellës, pa ngrën, pa pirë, pa asgjë, ndoshta duke pirë, por e çuditshmja është që eremitët, ky është fakt shkencor, eremitët kur vdesin, sepse janë vënë re në testet që janë bërë në eshtrat e tyre, kanë vdekur pa asnjë lloj sëmundje, fare. Bile janë eshtrat e tyre janë shumë herë më të pastërta, 10 herë më të pastërta se sa të njeriu normal. Pikërisht pra sepse ata në momentet e fundit të jetës i përkushtohen komplet, me fjalë nuk kanë, nuk pinë dhe pastrohet trupi. Sepse ne dim që në bazë të agjerimit pastron trupin. Dhe këta e kanë pastruar në maksimum. Dhe shumë e çuditshme kjo. Megjithatë, kur bëm emisionin aty, pothuaj që të gjithë çunat, edhe të gjithë stafi edhe ata që ishin me ne, kanë mbetur pa fjalë, sepse të fut në një tjetër dimension ai vend. Jo vetëm vendi ai atje, i eremitëve shqiptar, por në përgjithësi eremitët, kur lexon, shikon për këta dhe je aty në atë vend, kupton një botë tjetër. Është shumë e çuditshme dhe ke një ndjesi që të mban për vite, jo një ditë, por për vite. Tani, unë do t'ju them se si njoha eremitin, si që thash eremitin këtu, në Itali. Kisha filluar të bëja agjerimet e vogla, sepse si që kam thënë, kisha ndërmend që të bëja disa evenimente që të ndryshonin karrierën time, dhe njëri nga këta ishte që të bëja rezistencën e agjerimit, përveç se rezistenca si quhet, nuk më vjen tani po e them në shqip, me fjalë rezistenca që të rish pa gjumë, rezistenca, ishin disa evenimente. Dhe ky evenimenti i agjerimit, unë duhet të përgatitesha dhe kisha kohë që rria nga një ditë e gjysmë, ndonjëherë 2 ditë, dhe ishte fillimi atëre, pa ngrënë. Dhe kisha lexuar diku për eremitët sepse doja të lexoja, që të shikoja se pse duhet bëj agjerimi, si duhet bëj agjerimi dhe duhet të informohesha. Dhe vura re që e bënin më shumë eremitët dhe kisha dëgjuar për eremitët, por nuk kisha thelluar. Dhe fillova që të lexoja, të studioja. Një ditë teksa flisja me një shokun tim, më thotë,
do të njohësh një eremit, thot, me shaka, më tha. Stefano. Më thot, i them, po, i thash, më thuaj, do shkojmë të takojmë bashkë, një eremit. S'thua më, i thash, po, do ikim, thash. Dhe kemi shkuar në Kalkata, është një fshat rreth 60 kilometra nga Roma, dhe përbri Kalkatës, Kalkata është një vend tamam turistik, sepse gjendet mu në maj të Shkëmbit, është fshat i vogël, por rreth 1 kilometër më tej, 1 kilometër e gjysëm, në një kodër gjendet një vend që nuk është shpellë, po është si shpellë. Dhe aty shpesher vend njerëzit që meditojnë. Dhe aty gjetëm këtë zotrin, që ai kishte bërë dhe një baçe të vogël aty, ku kishte bërë domate, gjëra kështu, dhe ai jetonte në Kalkata, por ikte në këmbë. Me një fjalë, herë flinte atje, te ky vendi, pra tek vendi i eremitëve, herë kthehesh në Kalkata, që kishte një shtëpi me qira aty. Me qira, nuk e pagonte ai, i kishin dhënë ata pronarët e shtëpisë. Dhe ky herë jepnin ndonjëri jepte për të ngrënë, ai ndonjëherë bënte nga ato që kishte bërë ai aty në baçen e tij, kishte një mjekër, po thoj gri si të bardhë, të madhe, me flok të gjatë, të paqethur, vinte eri shkëreti, sepse kush e di nga sa kohë që nuk laj, por më ka bërë përshtypje. Ishte njeri i zgjuar, ishte njeri i zgjuar. Me një fjalë, kemi folur për një kohë të gjatë, ai kishte qenë një inxhinier jo i diplomuar, por që inxhinier kështu, me një fjalë, edhe tregonte për jetën e tij, se si ishte shkatëruar jeta e tij dhe si përfundim ai kishte përfunduar që të bënte eremitin. Mirë po, si ju thash, ishte një eremit që ai e kalonte jetën e tij edhe ditën, vetëm me një fjalë duke medituar dhe duke bërë diçka për të ngrënë në kopshtin e tij, pra të jetonte pa asgjë, pa drita, pa ujë, pa telefon, pa asgjë. Dhe ti merrte ato çka i ofronte natyra. Por në qoftë se do ta me fjalë unë i pyes juve, ju do ta bënit një jetë të tillë kështu? Më thoni. E di që eremit tani ka shumë pak, shumë rrallë. Jo eremit të atyre kohrave që e lini jetën e tyre që të ikte kështu. Por eremit po them që të jetoj me atë çka i jep natyra. Ka shumë pak. Me fjalë, me sa e di unë janë rreth 12-13 që jetojnë në të gjithë botën në këtë formë. Është vështirë, megjithatë ne nuk e dim sepse nuk jemi të informuar, po thuhet që janë kështu. Megjithatë, ju do ta bënit një jetë të tillë? Është e vështirë sot, ne me këtë teknologji që kemi, me këta telefona, me makina, me shtëpi, me frigoriferin, me ushqime, pra me këtë jetë që ne kemi sot, të mendosh që ti të jetosh në një shpellë pa këtë teknologji që thash dhe pa këto gjëra që ne kemi që na bëjnë që të jetojmë jetën, unë them se jeta duket sikur nuk ka asnjë kuptim. Apo jo? Më thoni ju, unë pres komentet tuaja dhe e përsëris e njerë, unë ata eremitët shqiptarë që kam parë atje, sepse herë parë që pash në Shqipëri vend ku ishin eremitët, jo eremitët, po vendi ku ishin eremitët, më ka lënë mbresa vërtet, gjurmë të mëdha, dhe nuk e dini apo jo, por si që thash është në Saraqinisht, që është nga Gjirokastra, është shumë afër, dhe nga Elbasani njëkohësisht. Mirë po, unë do dëshiroja një komentin tuaj se çfarë mendimi keni për eremitët. Si i gjykoni eremitët dhe nëse ju do të jetonit në një vend, si që thash, në një shpellë ku si jeton eremitët, ose si jetonin dikur, pa teknologjinë që ne kemi sot. Jam kurios të lexoj komentet tuaja. Ju përqafoj, ditë e mirë.